Ky është panajiri i punës dhe i karrierës 2026. Siç jeni ndjeni, për 12 apo 13 vite zhvillu pranë Fakultetit Ekonomik, por që nga viti i kaluar dhe këtë vit është në nivel institucional, pra janë përfshirë gjithë fakultetet e universitetet, pra 6 fakultete. Tani, pse ky panajir? Absolutisht ky është një mundësi që ne të krijojmë një kontakt të drejt për drejt, bashkëpunimi dhe ura komunikimi me bizneset. Shkodra ka shumë biznese të suksesshme dhe është detyra e universitetit që të jetë ndërmjetësues midis bizneseve dhe të rive, në këtë rast të studentëve tanë. Natyrisht, një intervistë nuk është përfundimi, po themi një mundësi për gjetë një vend pune, por është një oportunitet, i jashtëzakonshëm që të marrin kontaktet e para me bizneset e Shkodrës dhe pastaj nëpërmjet intervistave, nëpërmjet stendave, ato dhe mund të orientohen profesionalisht. Prandaj ka shumë rëndësi panajiri i punës dhe i karrierës, sepse siç e thash edhe në fjalën time përshëndetëse, sot edhe orientimi i universiteteve në botë po shkon drejt atyre universiteteve që krijojnë lidhje shumë të afërta me industrinë dhe janë vetë industritë madje që sugjerojnë universiteteve se si do ta zgjerojnë ofertën akademike. Dhe kështu në këtë kuptim, natyrisht programe të tilla studimi pastaj që marketingu, siç është teknologjia e informacionit, siç janë shkencat kompjuterike, siç janë humanitetit e kështu me radhë, ka një rëndësi të veçantë në tregun e punës, por ne po përpiqemi që të mund të integrojmë studentët e gjitha programeve studimit në këtë panajir pune. Shumë faleminderit, suksese.